Gjatë muajit tetor, e gjithë bota vesh rozë, ka një simbol rozë për të dhënë një mesazh të fuqishëm. Zbulimi i hershëm shpëton jetë. Në Kosovë kjo betejë nuk do të kishte kuptim pa zërin dhe përkushtimin e njerëzve si Violeta Pirana, e cila është mbijetuar e kancerit të gjirit dhe udhëheqëse e organizatës Renesanca, që tash e sa vjet ndihmon gratë të cilat përballen me këtë sfidë. Pas një dite me shumë aktivitete, Prizren, Kamenit, Gjilan, Prishtinë, unë jam shumë e lumtur që ajo ka ndarë sot kohë për të sjellë rrëfimin e saj me ne dhe gjithë shikuesit e saj, dhe në të njëjtën kohë për të dhënë mesazhin e fortë që kur jemi bashkë, gjithçka kalohet më lehtë. Violeta, të falenderoj shumë për kohën që po ndanë sot për ne. Faleminderit për ftesën, gjithni më keni pritur dhe keni dhënë konsiderat për shoqatën. Me shumë kënaqësi, Ju përgëzoj. Po e mendoja si me fillu këtë bisedë, çka të flasim më parë, sepse gjithçka që flasim më shumë e rëndësishme në këtë periudhë të vitit, gjatë gjithë këtij muaji. Unë do doja që të flasim fillimisht për atë se çfarë do të thonë ky muaj për juve personalisht, por edhe për organizatën Renesanca, pjesë të cilës janë shumë vajza, shumë gra, të cilat janë në një betejë ose në një luftë me kancerin e gjirit. Po, është plotësisht e saktë. Shoqata jonë, si shoqatë Renesanca, funksionon që 9 vite. Dhe në listat tona që kanë frekventu shoqatën janë më se 1000 pacientë. Pacientët të gjithë që diagnostifikohen dera e parë, edhe numri i parë është shoqatës. Neve kemi zyrën në Prishtinë, por që 2 vite kemi edhe zyrën në Prizren, por kemi edhe 2 vite në Prishtinë. Për çfarë arsye kemi ardhur edhe në Prishtinë, sepse neve mbulonim tër Kosovën në Prizren, por pacientët të cilët vinin nga viset e largta të Prizrenit vinin për kemoterapi, për rezatim në onkologji, edhe në atë rrugë shfrytëzonin edhe rrugën për në Prizren për me u furnizu, për me proteza, me gjëra tjera edhe për me marrë aktivitet. Dima që ju ofroni të gjitha grave që në pjesë. Prandaj jemi fokusu edhe në Prishtinë, jemi afër onkologjisë, ma tepër kemi punë tash në Prishtinë, por mbulojmë tër Kosovën me Prishtinën edhe me Prizrenin. Neve fillimisht kemi fillu me furnizimin e pacientëve të cilët diagnostifikohen edhe operohen me protezat të gjirit dhe me busa, dhe pastaj kur kanë fillu kemoterapin me paruke. Prandaj, neve dal nga dal e kemi zhvillu edhe kemi zgjeru aktivitetet tona, kemi pas se pacientët kanë nevojë për shumë çka. Po pikë së pari, kanë nevojë edhe për mbështetje psikosociale. Unë e di që flas me pacientët, por nuk njihem. Sot, mbasi ka fillu muaji tetor, muaji roz, kam pas nderin me i vizitu qytetin e Kamenicës me pacienta me të mbështeturit që mbështetnin, dhe po një ashtu kam shfrytzu rastin t'i takoj edhe pacientët e Gjilanit. Sepse rrallë neve takohemi për aktivitete vetëm, por tash simbolizojmë që fillimi i muajit roz filloj me Kamenicën dhe me Gjilanin. Vazhdon, dhe më thonë neve kemi ende aktivitete të cilët janë edhe ad hoc, nuk janë po, nuk mundemi as me para pa, por me njëherë veprojmë. Shoqata jonë është që 7 vite e ndërkombëtarizuar, sidomos me ngjarjen që organizon në Kosovë, Race for the Cure, edhe logoja është edhe motoja në çdo hape mbështesim njëri tjetrin, kjo ka shumë domethënie. Kjo është viti i 7 që kemi organizuar në Prishtinë, në fillim kemi filluar në Prizren, tash në Prishtinë, po ashtu nga puna jonë, neve jemi ndërkombëtarisht të njohur edhe nga organizatat botërore. Për shembull është Reach to Recover International, që jemi antarët plot, pastaj jemi antarë edhe me të drejtë të votës në Advanced Breast Cancer International Alliance, po ashtu jemi edhe
antare plot me të drejtë të votës edhe në Cancer Patient Europe, jemi antare edhe të Think Pink Europe. Të gjitha këto neve na zgjerojnë edhe më tepër aktivitetet tona. Tash në këto ditë presim edhe konfirmimin nga Unioni Internacionali Cancer Care, që është një organizatë mbar botërore. Po, edhe do të kemi shumë punë, edhe pse nuk mundemi me parapa çfarë po na pret, po ashtu jemi edhe partner barabart me një organizatë amerikane që quhet Know Your Lemons. Pse e kanë vënë këtë emër? E kanë vënë emrin sepse kur thuhet se e diagnostifiku me kancer të gjirit, me njerë i shtrëngon buzët si kurse me pa limonat. Okej, e kuptar. Edhe, po, edhe për atë arsye gjithnjë spjegohet. Fushata bazohet në limona, në zbulim, në përbëmjen e limonit. Po, është edhe kjo fletushka që na ka sjell zonja Violeta. Ja, është kjo për cilën po flasi. Do të thonë, kjo tregon se zbulimi i hershëm në fazën e parë dhe 0 është 99% shpëtim. Në fazat më të mdhaja, faza parë, 2, 3 dhe 4. Neve punojmë edhe me fëmijët. Dhe më bëri shumë përshtypje, në fakt. Janë këto, si thuhet? Puzzles. Po. Sepse neve japim rëndësi edhe familjeve ku nëna e re është e diagnostifikuar me kancer gjirit dhe i ka fëmijët e vegjël, shpesh shefim prej fëmijëve, por duhet të dim se fëmijët gjithçka kuptojnë. Sigurisht. Edhe traumat e tyre pastaj dalin, më thonë duhet me punu me fëmijët, me tregu çka është tek është edhe vetë dison. Prandaj edhe kemi bërë këto puzzle në mënyrë që të jenë pak fëmijët më afër këtyre rasteve, por njashtu kemi edhe një libër që do të shtypim për gratë që janë me kancer metastazik, si me u orientu fëmijët edhe familja e ngushtë me këto raste. Shumë e rëndësishme kjo. Do të thonë, janë shumë aktivitete të cilët besoj se dal nga dal do t'i realizojmë edhe të ecim në hap me kohën. Zotja Violeta, unë kujtoj, po përmendim 7 vite, dhe kujtoj bisedën e parë që kemi pas, edhe thash, është shumë e rëndësishme të flasim për organizatën, për punën, për atë se sa ndihmë ju ofrohet të gjitha atyre që janë pjesë, ose edhe që nuk janë fare pjesë organizatës, po kërkojnë ndihmën dhe opinionin tuaj. Dhe e kujtoj shumë mirë që njëra prej pyetjeve që të kam bërë ka qenë nëse përvoja juaj personale i ka ndihmuar dikujt që kaloj, ta përballoj më lehtë këtë luftën me kancerin e gjirit. Dhe unë konsideroj që ndoshta është shumë e rëndësishme që në ditët dhe në muajin siç është tetori të shpallim, më mirë të them të shfaqim dhe të tregojmë edhe pjesë të asaj çfarë ne vetë kemi përjetuar. Unë i thash që ju jeni mbijetuar e kancerit të gjirit. Po besoj që nuk e keni të lashtë të na tregoni edhe një herë momentet e para kur e keni kuptuar, sepse është ndoshta njëra prej faza më të vështira të pranimit të një realiteti të ri me cilin duhet të ballafaqohen të gjitha ata që janë të prekur nga kjo sëmundje. Dona, unë kur jam diagnostifiku me kancer gjirit, atëri kam pas fëmijë të rritur, të martuar, me nipa, me mbesa. Zakonisht diagnostifikimi në momentin e parë të brengos mendimi për fëmijët. Unë atë mendim nuk kam pas, por shumë isha e re, edhe kisha shumë ambicie të tjera, dhe thash, o Zot, çka u bë? Pse bash mua? Por përmblodha vetën, sepse pash që bashorti im u shqetësu shumë, në vend se ai mu me dhënë forcë, u dasht unë me i dhënë ati, por për fat të mirë, një psikolog që kam pas shumë të afërt, më dha një këshill, më tha, Violeta, deri këtu që ke jetu, kjo është suksesi yt që ke fitu kancerin. Tani dush
tërsisht me ndryshu. Dhe në atë, do të thonë, me ba diçka që asë njëherë s'ke ba. Në momentin që ma dha këtë këshill, unë më lindi ideja, thash, dua inshallah dal prej terapive, dua që ta formoj një shoqat edhe t'i gjindem personave të cilët diagnostifikohen, sikurse që janë gjindë mua në ato momente. Edhe unë e udhëheqja një ditar për shkaqet e mia personale dhe me bisedu me mjekun, por ai ditar më hynin në punë sepse unë e shtypa edhe librin për... Po. Po, ai libër ishte shqip. Unë pasi që unë ndërkombëtarizu puna e shoqatës, e përktheva edhe në anglisht, dhe tash jap edhe anglisht. Por shumë do me thanë që një person ka mbështetje të personi tjetër që ka mbjetu. Cili ka qenë momenti, ose më mirë të themi, cilat ishin momentet më të vështira, edhe përveç faktit që ishin fëmijët, bashkëshorti, që ju duhet të bësh e fort për ta, çfarë ju shtyri që të gjeni këtë fuqin që nga njerë ne harrojmë që e kemi në fakt? Në fakt, mbesa dhe një patemi ishin ata, të cilët ndonjëherë kur më kapion të mërzia nga terapit, unë kërkoja ata ti kisha me veti. Vetëm në pranin e tyne unë diesha shumë e lumtur, po ashtu mund të them se mbesa ime prej moshës 5 vjeçare është aktiviste në të gjitha aktivitetet e shoqatës, ajo më ndihmon pa mas, është tash në moshën 12 vjeçare, edhe shumë është e zgjua në këtë drejtim. E keni edukuar në këtë? Po, në anën tjetër, edhe jam vetëdisu, si fëmijë jam vetëdisua. Sigurisht, është shumë e rëndësishme edhe kjo. Edhe flasim neve shumë haptas për kancerin e gjirit, asgjë nuk më shefin. Bukur, është shumë e rëndësishme që edhe me fëmijët ta flasim këtë. Për fëmijët shumë do me thanë me qenë të hapur, sepse fëmijët herdo kur do atë traum do të ikin në një skut. Edhe gjëja e parë që do të mendojnë është vdekja e nanës, humbja e nanës. Ajo është shumë e rëndë për fëmijën. Sigurisht. Na kemi pas në familje, përveç unë që kam qenë diagnostifikume, ka qenë edhe burim, prej kancerit të zorës trash, por para 10 muaj kemi humbë edhe vajzën në moshën 42 vjeçare, edhe mundë me marë parasysh si është ndi një pijim, ajo ka qenë pianiste, ka jetu jashtë, është shkollu jashtë. Neve nga ka rëndu ma tej për humbja e saj, se sa smundjet tona. Por me gjithat, unë po du me këshillu të gjithë. Smundja nuk më shefet. Duhet të kontrollohet së paku nëse në familjen e ngushtë ekziston. Prandaj, të të rritë, të të rejat, smundjet që po diagnostifikohen po dalin me faza shumë të vonshme, sepse është organizmi i tillë në mënyrë që po përhapen shumë shpejt qelizat kancerogene. Mu më dhimbset, se unë e kam afër onkologjisë zyrën, sa herë që kaloj andej hyj dhe vizitoj, mu më dhimbsen sa ftyra të reja të njoma i shoh. Është shumë pikuse, sepse unë kam përjetu të gjitha edhe di çka pret. Por, neve jemi tash unë ka kryer edhe një shkollim nga organizatat evropiane për me eduku pacientat. EUPATI thuhet, European Patients trajtim, edhe unë shoh që pacientët janë shumë pak të edukuar rreth smundjes së tyre. Smundjet dallohen, se grupin që e kemi neve, më tepër se 200 në një rjetë, shoh që i kontrolloj, por nuk i përgjigjen shpesh. Shoh që nëse ka marrë një vitamin, ato e quajnë ilaç, kërkon edhe ajo, thot, pse mu mjeku s'ma ka dhënë këta?
pse ate, ku e ke marrë ti? Kemi informacione sa duhet. Prandaj neve edhe mbajmë aktivitete edhe në Prishtinë, edhe në Prizren, të gjithi të bojmë edhe i edukojmë për të gjitha. Konkretisht vjetë kemi fitu edhe nga organizatat evropiane, disa fonde të cilat na kanë ndihmu për mbështetjet psikologjike, organizatat ndërkombëtare na ndihmojnë shumë. Nuk e vënë në dyshim këtë. Violeta, përmendet një fakt që unë nuk e dija deri pak minuta më parë që ju keni humbë vajzën një mosh shumë të re. Për një grua që tash e sa vjet u ka dalë në ndihmë grave, vajzave të tjera, femrave në tërësi, ka qenë kjo një goditje shumë e madhe, nuk e vënë në dyshim, por në të njëjtën kohë dhe një arsye më shumë që të ndihmosh këtyre grave që janë në nevojë, apo jo? Si ishte gjithë kjo fazë për ju? Konsideroj shumë e vështirë. Ka qenë shumë e vështirë, sepse... Si e pranuat lajmin? Si u a tha vajza? E kujtoni atë kohë? Unë e dija çka të pret. E dija që ditët janë të numërume. Por nuk doja të besoja. Vajza ime nuk e ka pranuar as pak smundjen. Ajo deri momentin e fundit ka punuar. Por muajin e parë, muajin e fundit, 3 javët e fundit, smundja e ka rënuar edhe ma u dorëzu. Po ishte shumë vështirë. Ishte vështirë edhe për arsye se ajo është shkollu në Austri, ka kryer ato shkollat më të larta për piano, po ka zgjedhur të jeton në Sarajevo. Neve marrëdhëniet për lëvizje të lirë me Sarajevo nuk i kemi, kështu që ajo është nda me mallëngjim nga familja e saj, për shkak se ne nuk mundemi me udhëtu. Keni bërë shumë sakrifica për t'i qëndru pranë dhe është shumë i rëndësishme. Po, është fakt, kam sakrifiku bile dhe në mënyrë indirekte kam shkuar prej Turqis, kam depërtu, vetëm e qenë pranë saj. Po... Ke pas të lashe të ndalonin? Po si, por kishin mirë kuptim, sepse unë i thoja që e kam vajzën me terapi edhe më lëshoni. Shumë kam pas mirë kuptim, sepse kjo mund të ndodhë gjithë kujtë. Po, të gjithë jemi... Nuk zgjedh, kanceri nuk po zgjedh, por sidomos në qoftë se në një familje ekziston një rast, familja duhet të jetë shumë nën kontroll. Të bëj kontrolla do vazhdimsi, në mënyrë që të bëhet kjo gjetja e hershme që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Për fat të keq, jetojmë tash me kujtime, po dhimbja po shton forcë. E keni nipin e mrekullueshëm në cilin thatë që çdo mbrëmje ju telefonon dhe është një motiv arsye më shumë për ju. Ajo është i mrekullueshëm, ajo është skiator i madh, luan tenis jashtëzakonisht mirë, flet shqip, edhe pse... Si e ka emrin, ta përshëndesim? Imran. Imran, të paqim me jetë dëgjate me bashkë shumë krenare gjyshrit. Mbesa ime është Suzana, edhe nipi tjetër është Lideri. Okej, bukur. Tani mos t'i lëmanash edhe Suzanën edhe Liderin. Më the një detaj tjetër që është shumë i rëndësishme në fakt që ndërlidhet shumë me këtë punën që bëni Violeta. Tua tregojmë fëmijëve realitetin. Sado i vështirë dhe i hidhur që t'jetë. Nganjëherë është shumë e rëndësishme që këtë dheun e fundit tua hedhim atyre që i kemi pjesë shpirtit dhe zemrës. E këtë duhet ta bëjnë edhe fëmijët. Të paktën kështu kuptova prej bisedës që kishim më herët. Në fakt, unë nuk doja të insistoja që Dhandrin ishte kundër vorimit me ardhë djali, por ata kishin zakon, imami i lagjës erdhi për ngushtim, edhe tha do ta merr djalin në vorim, tha unë do isha me të pyet ty. Tha mere. Si kishte me qenë ti mos me shku te nana jote. Edhe erdhi aj. Po ajo ndarje fizike shumë do me dha. Po tash aj kur flet me mua, thot, kjo jetë nan, kur gjos ishte.
Unë shkova në shkollë dhe fakt ashtu, kur erdha mamin se pash. Me gjithë se unë punoj me të mjaft, mbaj në kontrol. Është rëndësishme të flasim. Por ai ende nuk është i gatshëm me fol. E mbanë më brenda. Njëherë erdhë thash, unë po jetoj me gjërat e mamit dhe qela dolapin thash, shiqoq, kreti kam, gjdo mramje e qelje dhe shiqoj, tha, nanush tha, ma mirë është këto t'i largon se do të mërzishin ty shumë. Po e shisha që kur flenin bashk, e ndinte atë nevoj që të ketë përkledhjen e nanës. E mërë të dorën time dhe qitke në trupin e ti. Unë uroj edhe lutem Zotit të na jep neve shëndetin që ta ngrisim fëmijën edhe të i shohim sukseset e të gjithve. Por, kam një këshill që nëse në familje ekziston një rast, pa tjetër duhet me pas kujdes në kontrol. Pa tjetër, unë bëra këtë pyetje pa dashur që të prek plagën e zemrës, me të vetmi qëllim që t'japim një mesazh për krejt ato familje që mund të kenë nënën, motrën, këndo qoftë. Ka shumë fëmijë që kanë humbur nënat dhe sot e vuajnë këtë mungesë, por shumë e rëndësishme që të flasim dhe të komunikojnë me ta që nga fillimi, që edhe ata në një formë ose jo ta dinë me çfarë po ballafaqohemi, me realitetin pjesët të cilit deshum ne ose jo ata janë. Po, neve kemi edhe në plan një projekt me punu me fëmijët të cilët nënat e tyre janë fëmijët e vegjël. Janë të diagnostifikuar edhe të shoqërohen, të vinë, por ende nuk ka radha për ato. Po janë projekte në periudha afatgjata gjata. Po, të them e dona unë hera parë që po e shpalosi këtë të falenderoj shumë gjë në media, por dua që të jetë një këshill për të gjithë. I lus të gjithë nëse kanë një rast, sepse shpesh thuhet se nuk mundet me qenë edhe gjenetike, por le të jenë në kontroll, sepse tek të rejat avancimi është shumë i shpejt i smundjes, kur del në shesh veç në fazën e metastazave. Pra që është thelbësore kontrollat, patëm ose s'patëm nevojë. Prandaj edhe duhet me qenë në kontroll. Neve organizojmë çdo vit me këto mjetet që i mbledhin prej Race for the Cure, i dërgojmë gratë në mamografi, në pap test, në të gjitha rastet, do të thonë, të gjitha fondet që mblidhen prej Race for the Cure përsëri i kthejmë pikërisht gratë. Dhe duhet të ndalem këtu, Violeta. Përmende këtë detajin që është vërtet trishtues, që sheh ftyrat njoma teksa shkojnë në onkologji. Ka kushtet mjaftueshme për të trajtuar kjo sëmundje në vendin tonë, sepse ne zhvillojmë biseda me doktor, me onkolog, me drejtues institucionesh, që gjithë flasin për kushte goxha të mira, por kur flasim drejt për drejt me këto gra, shohim një realitet tjetër. Dëgjoj dona, në botë është një protokoll që pacienti me qenë në qendër. Edhe neve po përgatisim që strukturat politike të shëndetësisë ta zbatojnë atë. Unë tash me 6 dhe me 7 nëntor do të jem në Parlamentin Evropian për çështje shëndetësore. Ata kanë përgatitur një dokument të cilët duhet të dorëzohen Ministrive të Shëndetësisë. Neve kemi onkologjin, kemi mjek, kemi aparatura, por na mungojnë ilaçet, sepse është një problem që kanceri i gjirit 3 muaj nëse e merr një trajtim, duket se ka reagu. Mas 3 muaja rritet edhe më keq. Pra ditë bëj edhe lojra të tjera. Mutacione të ndryshme janë. Edhe prandaj edhe mjekët janë shumë të brengosur se nuk po e din si t'ja ndalin hovin. Nëse një qelize kancerit ka qenë e vogël,
kanë dhënë terapia agresive, është zvoglu. Mas një kohë edhe 10 fish është rritë. Më thonë, është organizata ndërkombëtare ESMO, ku jemi pjesë edhe neve, që i bjen ligjet edhe të gjitha ilaçet, tregojnë dhe kanë protokolle të cilat duhet të zbatohen. Mas pari, duhet që para se me fillu trajtimin me kemoterapi, janë analizat tjera. Më thonë, kanë dalë çështjet shumë të rëndësishme që mund të evitohet kemoterapia. Po pra. Është mama printi tregon a ke nevojë me marrë kemoterapi, a s'ke nevojë radioterapi, a mund të kthehet smundja. Kundër faktit që kjo smundje është shumë tinësare, e përmendet edhe ju, mund të ketë mutacione të ndryshme. Ne duhet të ruajmë këtë shpresën dhe dashninë e madhe që duhet kemi për jetën, pa marrë parasysh krejt sfidave që na vijnë, që na prekin shpirtin, zemrën, mendje, sepse ka raste, shumë raste, ku gratë ja kanë arritur ta mundin këtë sëmundje. Shembull konkret kemi juve, dhe gjithmonë duhet të mbajmë shpresën dhe këtë energjinë pozitive, sepse nganjëherë edhe vetë organizmi reagon më ndryshe kur ne jemi pozitiv, ka shi një problemi me cilin ballafaqohemi. Trupi është i shëndosh nëse është mendja e shëndosh. Për fat të keq, unë po vrej, kam vrejt jashtë në për vendet e jashtme, se nëse një paciente diagnostifikohet me kancer të gjirit, pason divorci. Ndodhe njëjta gjë edhe te një? Tash ka fillu te ne. Është shumë brengose që në një fazë kaq të vështirë të jetës, braktiset njeriu me cilin ke zgjedhur që të kalosh jetën, kur ai ishte... Mua më shqetëson shumë, edhe janë... Është kjo një tjetër goditje. Neve luftojmë për dhunën në familje, çdo ditë, po ma dhunë se kjo ku ka, psiqike. Gruaja do të shërohet vetëm nëse partneri edhe fëmijët do ta mbështesin. E pa diskutueshme. Vetëm atëherë, jo rrethi. Rrethi s'ka nevojë. Duhet të jetë familja. Familja është ajo që... Sidomos partneri, si për mashkullin, si për femën. E kuptoj. Violeta, unë e di që kemi edhe shumë për me folë. Të falenderoj shumë që sot ndave një pjesë të shpirtit me ne. Unë të kërkoj prapë ndjes që të bëra të flasësh për atë pjesë, po gjithmonë në emër të asaj që duhet të flasim edhe për ato që na dhëmbin shumë në shpirt, që t'japim një mesazh për të tjerët që mund t'jenë duke kaluar apo do të kalojnë në një fazë të jetës së tyre në për një betejë të ngjashme siç ke kalu ti e familja juaj. S'kemi çka të bëjmë. Këto janë goditjet e jetës, por janë edhe neglizhencat e kontrollave. Prandaj ne po luftojmë që me eduku të gjithë fëmirisë. Prej fëmirisë. Se ne jemi popull i vogël, shtet i vogël, pse me qenë gjysa e Kosovës smut? Për fat të keq është një trend i tillë. Të paktën 300 veta në vit diagnostifikohen me kancer të gjirit. 10% çdo vjet. Nuk është ajo në rregull. Por janë protokollet, duhet t'i ndjekim protokollet në mënyrë që pacientët të kenë një jetë të shëndetshme më të mirë derisa kanë jetë. Të falenderoj për zemërsisht edhe një herë, për kohën dhe për gjithë shka që ndave sot me ne dhe shikuesit. Faleminderit dona shumë, pata shumë kënaqësi që mujta me shpalosë diçka që më dhem shumë, edhe pse kam pas shumë vështirë me dalë në për media, por ju thash edhe një herë se dhimbja po shtoj ka forcën edhe më shumë. Të falenderoj shumë për gjithë shka. Faleminderit shumë.